Përshëndetje, sot së bashku do të përgatisim një ëmbëlsirë me biskota dhe me banane. Përgatitja e kësaj ëmbëlsire na merr shumë pak kohë, na duhen pak produkte, por e ka një shije tepër të mirë. Mënyrën e përgatitjes dhe të gjithë përbërësit do t'i shohim në video së bashku në vazhdim. Fillimisht do ta përgatisim bazën e ëmbëlsirës. Për përgatitjen e bazës të ëmbëlsirës do t'i përdori biskotat 82 ure nga liri. Këllëpi është 24 cm. Përfundre i kam vendos një shtresë për ta mbajtur ëmbëlsirën. Biskotat që do i përdorim për bazë, fillimisht do t'i kalojmë në qumësht të ftohët, sa të zbuten. Këtu e kam edhe qumështin. E kalojmë biskotat një nga një në qumësht e pastaj i vendosim në këllëpin e tepsisë për t'i dhënë formën. Fillimisht do ta krijojmë bazën me biskotat e plota, pastaj skajet e këllëpit do i mbushim me biskotat, cilët do i ndajmë me duar sipas hapësirës që na nevojiten. Përgatitja e bazës përfundoi, na u deshën ndikon rreth 100 gram biskota. Do i largojmë tani dhe do të fillojmë me përgatitjen e kremit. Për përgatitjen e kremit do të na nevojiten banane, krem kuzhine ose krem pana, sheqer plohur, ajk e freskët ose shmand dhe çokoladë, të cilën do të shkrijmë në air fryer ose mbi zjarr. Fillimisht do ta përdorim kremin e kuzhinës dhe sheqerin plohur për t'i tundur së bashku derisa të krijohet një krem i trashë. Gjithashtu, përbërësi kryesor për të dhënë shije tepër të mirë kremit janë edhe biskotat e bluara. Unë gjithëherë i përdori biskotat sempre, të cilat kanë një shije shumë të mirë dhe nuk janë shumë të ëmbla. Vazhdojmë të bëjmë bashkë kremin e kuzhinës. Në total janë 400 ml krem kuzhine. Do të shtojmë edhe sheqer plohur. Sheqerin plohur mundeni me përdorë sipas dëshirës. Unë i kam shtuar 150 gram. Sheqerin plohur dhe kremin e kuzhinës do ta tundim me mikser derisa të krijohet një krem i trashë. Kremi i kuzhinës e ka marrë trashësinë që neve po na duhet. Para se të vazhdojmë me përbërësit e tjerë, do ta shkrijmë edhe çokoladën. Unë këtë herë do e shij në air fryer, mirë po ju mundeni me shkrim mbi apull, mbi zjarr, në mikrovalë ose çdo që juve ju vjen ma lehtë. Pastaj te kremi që është trashur do të hedhim edhe ajkën ose shmandin. Këtu kam në total 400 gram ajk të freskët. Nëse nuk gjeni ajk të freskët në vendin ku jeni jo, mundeni me zavendësu edhe me mascarpone. Fillojmë ta përzijemi me mikser derisa të bashkohen në mes vete. Pasi e kemi tundur edhe ajkën e freskët, do të përgatisim edhe bananet. Për këtë recetë na duhen 3 banane, të cilat do t'i shtypim me piron e pastaj do i hedhim te kremi që e kemi përgatitur. Është mirë që të gjetim bananet që janë më shumë të pjekura, në mënyrë që kur t'i shtypim ta kemi më të lehtë. Bananet e shtypura do t'i shtojmë tek kreme.
Pastaj do t'i shtojmë edhe çokoladën, e cila është shkrirë. Pra, gjithsej janë 3 banana dhe 200 gram çokoladë e shkrirë. Tani do t'i shtojmë edhe përbërësin e fundit, për që ja jap një shije tepër të mirë biskotat e bluara. Përveç shijes që ja dhajmë, e vajmë edhe masa me qenë edhe me e trashë, pasi siç po e shihni, ëmbëlsira nuk ka as gjallë, as gelatin, as margarinë. Në total do të hedhim 300 gram biskota të bluara. Do t'i përzijem fillimisht me një lugë, sa të bashkohen pak biskotat me kremin, e pastaj do t'i përzijem me mikser. Tani e largoj mikserin dhe do t'a përzijem edhe pak me dorë, derisa të sigurohemi që të gjithë përbërësit janë lidhur mes vete. Kjo është pamja finale që duhet ta ketë kreme. Pra siç po shihni është shumë i trashë dhe nuk bie nga luga. Tani, kremin e fituar do ta shtojmë sipër biskotave që e kemi përgatitur bazën më herët. Tani, pra kremin e fituar do ta vendosim sipër biskotave. Do ta shpërndajmë kremin me ndihmën e një lugë fillimisht. Do të munduhemi që ta shpërndajmë njësoj në të gjitha anët. Tani do t'i japim formën finale, duke e shpërndarë me një shpatull të kuzhinës ose me çfarëdo që ju vjen juve më lehtë, në mënyrë që sipërfaqja të jetë komplet e rrafshët, kështu çokolada do t'i duket shumë bukur. Ëmbëlsirës sipër do ta lyejmë me çokoladë të bardhë, të cilën do ta shkrijmë me 2 lugë qumësht. Në total këtu kemi 200 gram çokoladë të bardhë. I shtojmë edhe 2 lugë qumësht. Dhe tani do ta kalojmë që të shkrihet. Tani çokolada është shkrirë, do t'i shtojmë edhe 2 lugë tjera qumësht. Derisa ta kemi një çokoladë që duket e hollë, mundiremi i shtumë total pra 4 lugë qumësht. 2 lugë për me shkrime to, pastaj edhe 2 lugë tjera pasi të shkrihet. Nëse e shohim që na ka mbetë ende e trash, mundemi pa probleme i shtu edhe një lugë qumë, duke e përzier vazhdimisht sa çokolada është e nxehtë dhe kështu do të shkrihet komplet. Tani do ta shtojmë sipër ëmbëlsirës. Në fund do t'i grim çokoladë në rend. Çokoladën paraprakisht e kam lënë në ngrimje. Ëmbëlsira tani është gati. Do ta lëm në frigorifer për së paku 4 orë. Pastaj do ta shërbejmë duke e liruar nga kallapi, do ta prejmë dhe do të jetë e gatshme. Njëherë po e kaloj në frigorifer, pastaj do ta shohim edhe pjesën e fundit kur do ta lirojmë nga kallapi dhe do ta prejmë.